ju falenderojmë nga zemra për pjesëmarrjen tuaj në këtë veprimtari, e cila është e dyta brenda 5 ditëve që organizohet në kuadrin e festës së 7 marsit përnder të veprimtarive që lidhen me emrin e një gjimnazi, siç është ai Hasan Tahsini Sarandës. Para 5 ditësh ne këtu bëm një takim me të gjithë donatorët, të cilët mundësuan ribotimin e plot të librit Ne Hasan Tahninasit, dhe i falenderuam publikisht ata të cilët ndonjëri prej tyre s'kishte fare lidhje me gjimnazin, por që e mendojnë se është një aset i këtij qyteti dhe që meriton të financosh për botime të kësaj natyre. Sot neve jemi mbledhur përsëri për të promovuar një libër të ri, të cilin e ka shkruar ish nxënësi i atij gjimnazi, matura 1974, Vangela Gora. Është një libër i cili mori jetë për gati një vit, atje do ta përmend dhe më vonë, dhe na vjen mirë që të tillë libra i duan qytetit dhe ka njerëz akoma që i shkruajnë. Brenda 5 ditëve kjo sallë që ka pritur me 10 veprimtari dhe na vjen mirë, dua ta falenderoj publikisht para jush Genci Sulon, që e ka vënë në dispozicion jo vetëm për neve, që jemi edhe miqtë e tij, por e ka vënë për të gjithë. Se këtu janë bërë promovim librash, janë bërë diskutime letrare, janë bërë promovim dokumentarësh, takime maturash dhe shumë veprimtari të tjera, të cilët kanë gjetur këtu një ambient të ngrohtë dhe tepër cilësor. Jemi mbledhur këtu për këtë veprimtari. Ne kemi ndërtuar pak ndryshe, do ta shikoni me detaje, dhe është përgatitur një insert për ata personazhe të cilët kanë dhënë më të mirën e tyre kur ka qenë nxënës në gjimnaz, dhe shumë prej tyre kanë zgjedhur rrugën e jetës së tyre në ato profesione që kanë dashur dhe që janë të lidhur me jetën artistike. Do dëshiroja që gjatë këtij inserti atje të dëgjoni, ai nuk është një dokumentari i lidhur me një, por ka pjesë të ndryshme të cilat janë nga jeta dhe nga veprimtaria e këtyre ish nxënësve dhe mësuesve të kësaj shkolle. Me të vërtetë Vangeli meriton këto dorëtërkite dhe një urim nga të gjithë neve për këtë insert që përgatiti për 7 aktorë dhe regjizorë të këtij gjimnazi. Ky gjimnaz, që ka emrin Hasan Tahsini, është si një far që drejtonte të gjitha anijet në det. Ky është fari i dijes, fari i shkencës, fari i të nxënit dhe i arsimit sarandit, është fari i veprimtarive kulturore, i veprimtarive sportive dhe i edukimit të kaq e kaq brezave. Dhe meriton ky gjimnaz për ta nderuar gjithmonë. Përveç këtyre të 7-ve, që neve i përmlodhëm në këtë insert, janë vetëm në fushën e aktrimit dhe të regjizorës 17 nxënës. Mendoni, është një shkollë, nuk është shkollë artistike, janë me 10 që janë pastaj këngëtar, valltar, koreograf dhe në shumë specialitetet të tjera. Prandaj, një dorëtërkite për gjimnazin Hasan Tahsini. Në pas botimit të librit për estradën, Vangeli shkruajti disa statuse në rrjetet sociale ku fliste për figura të shquara të estradës edhe të kulturës së qytetit Sarandës. Në bisedat që bënim shpesh, sigurisht që unë anoja nga gjimnazi, i thosha Vangel,
shkruaj diçka, një status për gjithë televizje artistike të gjimnazit, që ishte gati 60 e ca vjeçare, dhe që me të vërtet ka lënë gjurmë në jetën artistike të këtij qyteti. Unë nis për të shkruar një status të tillë, por planet ndryshuan. Është si ajo puna e një skulptori që bën skeletin dhe pastaj prej hekuri dhe pastaj fillon ta mbushi me pjesë. Dhe Vangeli shkruajti atë skelet dhe pastaj një telefonat, një poster, një kujtim, një takim, një tryezë rumbullakën me të tjerë, grumbullonte fotografi, një fotografi e vendose dhe ajo statuj mori një formë të plot. Dhe këtë formë të plot ne donim të paraqisnim këtu nëpërmjet një libri, i cili është shpar drita e botimit tia dhe në saj të dy donatorëve, ishë nxënës të këtij gjimnazit të maturës 1975, Vasil Lajo dhe Demostem Papa. Një dorëtokite për të dy donatorët që mundësuan. Meqense kemi dhe dy prefektën e Vlorës me të shoqen, do t'i transmetoni dhe shtëpisë botuese triptik të Vlorës, ku ne patëm besim nëpërmjet Petrit Stefës, që do të bënte një botim serioz. Dhe me të vërtet, jemi shumë të kënaqur dhe i falenderojmë Fredin për atë botim që është dinjitos dhe që do të qëndroj ka shumë librave të tjerë. Vangeli ka pasur me mua, i kam dhënë mësim, edhe ka dhe ndonjë pak kënaqësi, sigurisht se të gjithë nxënësit ndaj mësuesve, edhe tha, edhe në një herë që u përgjigja mirë, tha 9 më vure. Megjithatë, do t'i them Vangelit, unë i dash një detyrë shtëpie. E plotsoj këtë detyrë shtëpie, në dha një vepër dhe unë sot do t'i vë notën 10. Shkëlqim Ajnon, gazetar dhe shkrimtar, e ftoi që të japi disa mendime lidhur me këtë botim. Mund të di nëse pjesa më e madhe që janë në këtë auditor e kanë lexuar librin. Pa, pos Nuk kam pasur si të gjithë. Unë kam disa përshtypje shkurtra, pa kaluar në shumë detaje dhe pa e bërë të mërzitshme. Konteksti kur vjen ky libër me mesazhet që bart sot, në kohët e një erozioni të ashpër kulturor e politik, kohët e një kaosi dhe krize shpesh identitare, është një sfidë. Padyshim libri i Vangela Gorës me titulin poetik Atje ku shkëndija e artit skenik bëri strehë, të tingëllon si ca vëllime me poezi, është një monografi për talentet skenike të gjimnazit me emër Hasan Tassini, troket për kumtet e një memorie kulturore e historike dhe është një herësh burim për studimin e kulturës lokale si pjesë integrale e ADN-së saj. Si pjesë e zhanrit të memoaristikës, libri sjell fakte, realitete, figura, përvoja dhe ngjarje për të përjetësuar historinë kulturore dhe artistike, përvojat personale dhe atmosferën e një kohe që la gjurmë të forta të bashkëqytetarët tanë në disa breza. Inserti këtu ishte një aromë e mrekullueshme, jo thjesht për aktorët kryesor, që janë ikona, por në përgjithësi për atë enumeracion faktesh, figurash dhe një punë kolosale që ka bërë Vangeli, i cili më vjen mirë të them që ka pasur mentor përsëri Gjergj Varsilin. Dhe vetëm sot e meritoi 10 Gjergj. Agora sinon të prek në këtë libër memorial një shqisë njerëzore të padukshme, por prezente ndërkaq kujtesën, por jo çdo lloj kujtese, atë të një lloji të veçantë, kujtesën artistike, që ka bërë fole në shpirtin e gjithkujt i cili ka jetuar për gjatë dekadave të gjimnazit me emër të madh. Ashtu si një vepër arti mund të jetë pikturë, skulpturë, video, fotografi, letërsi, muzikë, autori në këtë libër mëton të na sjellë disa histori të kujtesës kolektive, pjesë e memorjes së një qyteti, të Sarandës. Roli i gjimnazit Hasan Tassini, si fidanishte e talenteve të artit skenik dhe polivalencat e kësaj dukurie, të mundohen ti citoj thjesht si pika.
është një rezatim i vlerave artistike në funksion të furnizimit të gjallërisë së jetës kulturore të qytetit, rajonit e Megjerë, një dimension tjetër i veprës. Është një e madhe komunikuese midis atij gjimnazi. Nëse themi janë disa ikona gjimnazesh, në kohën e tyre të artë, ta nuk kanë të drejtë t'i paragjykoj si janë sot, por ai ishte padyshim dhe është një emër i shquar. Do të thosha si gjimnazet e tjera me emër, si liceu francez në Korçë, si shkolla tregëtare, e tjera tjera. Ky status nuk erdhi thjesht për ambicjet e mësimdhënësve, por edhe të këtyre gjeneratave që këta nxorën nga duart. Në zbulimin, evidentimin dhe përmes shkëndijimit të këtyre elementeve të talentuar të artit skenik dhe ngjizjes në skenë të tyre. Procesi i mentorimit është shumë e rëndësishme të talenteve, duke i bërë ata të ndjejnë një zjarr të madh në shpirt, duke rezultuar përtej qenies së tyre te të tjerët te publiku. Do ndalesh pak edhe tek kontributet e autorit Vangela Gora si një figurë artisti dhe një regjisor që ka qenë në kujtesën time, në kontaktet e mia për më shumë se 40 e ca vite. Kontributet e autorit Vangela Gora janë multidimensionale. Ai jetoi për gjatë disa dekadave atë që ai e quan një ëndër. Agora është aktori dhe regjisori që vjen nga një background i pasur, vjen nga eksperiencat e tij në skenën e vogël dhe atë të madhe, nga skena në disa filma artistik të kinostudios, vjen si njeriu i fjalës artistike dhe si një profesionist i përkor dhe kudo exigjent. Më vjen mirë se këto cilësi kanë koinciduar edhe te mentori i tij i gjimnazit e Xhoxhi, por në fushën e artit unë i kam parë tek Vangeli. Exigjent dhe kërkues ndaj vetes dhe trupës artistike në shkollë, të amatorët e qytetit, të ndërmarrjeve, tjera në eksperiencën e tij si gazetar televiziv dhe moderator lajmesh, është një tjetër dimension i Vangelit, madje me këto cilësi edhe në biseda si qytetar i thjesht e intelektual nga bota e artit skenik. Vangela Gora e uren banalen. Pse e theksoi këtë? Dhe konceptin estetik që spekulon mbi kurizin e banales në art, në skenë, në teatr e kudo. Por edhe sot, në ditët e inteligjencës artificiale, ai nuk bë kompromis me banalen në artin skenik, cila do qoftë forma e saj, e shfaqjes. Nëse metaforikisht do të revizoja këtë koncept estetik të banales në sytë e Vangela Gorës, do të thoja për shembull se nëse një premier estrade, një manifestim poetik e të tjera, do të ishte një mrekulli, do ta krahasonim me një tort të bukur të dekoruar, banalja në sytë e Vangelit është një pikë vajguri ose 2 pikat e kjo tort. Vangela Gora të kujton gjatë leximit mundimin e bletës. Kësaj ai ka zgjedhur me gur nga gurët që do të gdhente kotronin e madh, turmbullakt dhe të parregullt për të dhënë formë për gjatë një kohe për të na sjellë monografi, ndoshta e vetmi e këtij lloji dhe më cilësore në nivel vendi. Në antropologjinë kulturore të Sarandës kjo monografi, libri pa i cituar, për talentet skenike dal nga porta e madhe e gjimnazit të Santa Sini, mbetet pjesë integrale e antropologjisë kulturore të qytetit tonë. Të prurët e mendimeve, eksperiencave, kujtimeve, po edhe të disa skic portreteve të personaliteteve të kulturës së artit skenik me rënjë nga Saranda, si profesori Josif Papagjoni, profesor Gjoxhi Vasili, Zef Mosi, Luiza Giovanni, Papathanasi, Lart Vasili, Vasilika Abilaj, Ervina Kotolloshi, Armela Demaj, Albano Bogdo, Mikel Kalemi, Enea Nika e të tjerë, mban një peshë polisemantike në këtë libër, monografi memorial kulturor, duke na sjellë në mend se talentet e artit skenik tokë me mentorët, artist profesionist dhe mentorët e paruar mësues në këtë udhë, ishin si një gjurmë me argjend komete në kujtesën e disa brezave, por edhe përtej saj. Jo 17 figura të artit skenik,
ngjizur e drituruar për herë të parë nga pasioni selitur në dyert e Hasan Tasinit dhe qendrës kulturore. Por edhe sikur 2 apo 3 të ishin vetëm, si Luiza Giovanni, Zef Mosi dhe Lart Vasili, që janë dhe mbeten gur diamanti në kurorën e artit skenik shqiptar, do të mjaftonin të ishin një burim krenarie për çdo sarandiot në qytetin që i duratrokiti për herë të parë në një rrugë të vështirë dhe magjike, rrugën e mundimshme të artit. Jo më Kota Agora thot, përjetoni magjinë në një kohë kur arti jepte frym qytetit tonë. I jepte oksigjen dhe frymëzim, do të shtonim ne si lexues. Faleminderit Vangel Agora. Një minutë, qimi të desha këta. Përmende një problem lidhur me kujtesën e qytetit. Në vitin 2000, unë botova librin kur luante Butrinti. Dhe duke perifrazuar diçka nga ato që kisha lexuar, vura një okelio lart të libri, me atë e fillova Kolana Saranda. Kolana. Ka shumë botime në vende të ndryshme që janë për tjerë. Rusët kanë zhizë në Zametqatin e Ludej, njerëz të mrekullueshëm. Dhe janë bërë disa libra për Sarandën. Ka dhe nga fusha e shëndetësisë, ka nga fusha e artit, ka dhe nga fusha të tjera, atje të sportit, po, atje të arsimit, atje. Dhe uroj që kjo tradit të vazhdoj në të gjitha fushat, sepse Saranda ka që të tregoj dhe çka, historia e Sarandës i ngjan një mozaiku. Një mozaiku. Diçka vë këtu shëndetësinë, do vësh ndërtimin, do vësh etnitetet fetare, do vësh arkitekturën atje. Dhe të gjitha këto së bashku përbëjnë atë që quhet historia e këtij qyteti. Është shumë e vërtetë. Dhe në djenin time edhe në disa fusha ka disa libra, ende nuk i kam parë në fushën e shëndetësisë e tjera, por ndoshta duhet theksuar më shumë dhe ndoshta duhet ndezur në një dritë e shile stimuluar dhe për të mbështetur financiarisht, se nga qielli nuk bën gjë. Më vjen mirë të nervizoj një fakt, praninë e zonjës prefekte, urime herë parë e shikoj, dhe ishte prani ndryshe nga herët e tjera, me ato slogane që na nderon edhe zonja filan e zoti filan, tani rastisht e mora vesh dhe më vjen mirë se mora vesh që keni qenë shumë aktive gjatë këtyre kohëve. Makari që në pozicionin tuaj ta mbështesni këtë ide të profesor Gjorgjit për stimulimin. Faleminderit shumë. Të uroj gjithë të mira. Një kontribut të madh në lëvizjen artistike të shkollës, sidomos në vitet 80, se më përpara merreshin vetë mësuesët, ishte edhe caktimi i atyre që quheshin instruktor për lëvizjen artistike në shkollë. Dhe unë dua t'i përmend 3 prej tyre që kanë punuar dhe kanë lënë gjurmë në jetën artistike të shkollës. Alfred Mërtiri, Sami Kaziu dhe Nikolaj Papa. Ftoj zotin Alfred Mërtiri në skenë. Apo ka ikur? Ka ikur? Ka ikur, s'ka gjë. Atere, do t'ja jap fjalën një mësuese që ka qenë atje nxënëse, e përmendi edhe ka dhe në libër dhe me fotografi Vangeli, e ka pasur dhe në klasë. U morë, si që bësh çdo vit në shkollë, që një mësues merresh me lëvizjen artistike, ndroheshin sipas viteve, Vera Stereo. Vetëm mos fillosh me kritika me gërsi. Hajde, të dua këtë. Të dua mund të dua. Ja dua. Ja, se nuk e filmon dot. E di që do bësh kritika, po si pardie. Ju të një mbrëmë të gjithve dhe shpresoj se do përteksoj shumë nga ju. Ish nxënës, prindër, vlezër, të gjithë ata që kishin të bënin me gjimnazin Hasan Tasin. Për të thënë një faleminderit, Vangel, dhe ndjehem e bekuar që shikoj një aktivitet në të cilin e paraqet Gjorgj Vasili, librin Evangelit ose të Vangos, kam të drejtën të ta them. Sepse që nga kopshi që të hiqnin njëri tjetrin nga përparësia, Vango të thoshe.
Vangel më duket shumë gjatë. Prandaj, dhe të jetë këtu edhe mësuse Mira Biljani, me gjithse mësuse fizike, gjithmonë na ka ndjekur, edhe si nxënës, edhe kur isha mësuse të gjitha aktivitetet, përpiqej të bënte më të mirën. Që Vangeli u vështirësua për të bërë librin, unë e di më mirë nga të gjithë. Më luti shumë herë. Më merrte në telefon, më kërkonte, më thosh Vera, ishe nxënëse, ishe mësuse që i mbuloje këto, di shumë për aktivitetet. I kërkoj falje, më tërhoqën më shumë libri Dëmbesët. Edhe nuk e bëra, por duke lexuar librin e Vangelit, duke parë fotografit, ndjeva, nuk di, edhe mund t'i qaj, edhe nuk dua ta bëj. Shkova shumë brapa, shumë brapa. Dhe thonë që gjimnazi Hasan Hasini, një gjimnaz me emër, një gjimnaz me emër, që e bën mësusat, e bëri mira që janë këtu, edhe të gjithë të tjerët. Ladi, me gjithë se erbiron, nxënësit që ishin edhe mbeten nga nxënësit më të mirë që shkojnë në Universitetin e Tiranës. Që të flasë për librin, do t'ju vështirësoj, e pam më mirë nuk u bëhej, megjithse u folë më shumë për teatri, unë do thoshja që krahas tyre në libër Vangeli i ka bërë në mënyrë analitike, edhe aktivitetet të tjera, si që ishin ansamblet, ishin konkurse letrare, konkurse për recitimi, konkurse libri, duhet të përmend një figurë, Aristid Buzi, i cili në ndihmonte gjithmonë dhe përpiqej që ne si gjimnaz të bënim aktivitete paraqitje libri, atë e mbaj mend që kur isha nxënëse dhe pastaj më ndihmoi shumë kur isha mësuese. Të tre ata që ishin Nikolaj Papa, Fredi dhe Samiu kanë bërë një punë të shkëlqyer. Po mbi të tëra, personi që dua me gjithë të zëmër ta falenderoj është Gjorgji dhe pastaj Tivanosi, vjen nga mrapa. Ju falenderit. Nuk ju ndriçova shumë. Falenderit. Do të një figurë tjetër, zotin Ermir Hoxha. Gazetar, moderator në shumë veprimtari, në një pasuri të gjerë në fushën e artit. Faleminderit. Tani nuk po. Po kam një kritik si aktor. Gjitha rolet miri lojte, po rolin atje në zyrë, që kishe atë marrëdhënien, a ishte gruaja tënde, ajo puthja ishte fare artificiale. Por jo më atërë, mos që shifon mbas 90-s. Ishte para 90-s. Zënsja ime, Luiza Papatanasi, e përmirësoj. S'ka asgjë. Tani, Saranda gjithmonë ofron gjëra unikale. Kur para disa muesh, dikush pa dëshirën time ose pa konsultimin tim, pra pa marrë mendimin tim, vendosi që unë të përfaqësoja Sarandën të Gura Popullore, Sarandiotin në Top Channel, pra të bëja një përshkrim telegrafik të gjithë trashëgimisë së Sarandës, unë ndodha ngushtë, me thënë të drejtën, sepse unë s'mund të marrë vendin e shumë kujt këtu në qytet për të folur për trashëgimin, duke qenë vetë Dibran, sepse nuk jam Sarandiot dhe e shpreh këtë. Dhe desha t'i gjej kontekstin që t'u justifikoj pse unë jam këtu. Mund t'ishte shumë mirë filani, mos i përmend si emra, që janë shumë adapt se sa unë, dhe e gjeta kontekstin. I thash, sepse e thash publikisht, Saranda është i vetmi qytet në gjithë Shqipërinë, i cili nuk përbëhet nga Fise, po përbëhet nga Krahina. Është qyteti më heterogjen i Shqipërisë. Pra, është qytet krahinor. Gjitha Krahina dhe ka dy lloje bashkëtesash, duke pas një bashkëtesë krahinore, ka njëkohësisht dhe bashkëtesat e llojeve tjera fetare e kështu me radhë. Kështu që unë mishëroj
në një farë mënyre dhe këtë unikalitet që ka Saranda, pra që du të vinë nga Dibra dhe të flasë për trashëgimin e Sarandës. Sepse edhe ky libër, du të dalë pikërisht për këtu, ka një lloj unikaliteti. Unë shumë letërsinë memoaristike gjithmonë e kam pasion. E kam pasion dhe këtu unë shikoj një gjë të veçantë që ka ndërthurur dy dimensionet e Sarandës të asaj kohe, dimensionin arsimor dhe dimensionin kulturor. Dimensionin arsimor sepse Gjimnazia Santasini, për shembull, te veshjet e mi si fëmijë ka ardhur si nxënës shkolle që në atë kohë, pra është i vetmi gjimnaz në të gjithë Shqipërinë, ardhur nga i një qyteti të vogël që te kalonte kufit lokal dhe merrte një famë mbar kombëtare. Dhe mendoj që ka pasur një prej emrave dhe ka një prej emrave më të rëndë që mban, nuk është emër dëshmori, Asantasini, një mendje brillante e kulturës dhe mendimit shqiptar, edhe besoj që ja ka dhënë hakun, si më thënë ai gjimnaz. Dhe unë e pash më pëlqeu narracioni është i lehtë, sepse është narracion gazetaresk në thelbin e vet, është një narracion i mirë, madje duke të lexuar Van Gogh, më kujtua është një dialog ose një kompliment shumë i bukur i Adrianit te Miriami, te radiostacioni. Ne, i thot ai, ju dëgjojmë çdo natë, do ishte mirë dhe t'ju shinim çdo natë. Unë më erdhi kjo batutë duke thënë, unë po të lexoj çdo natë, sa mirë do t'ishe edhe t'ju dëgjonim çdo natë. Sepse ajo që është dëshpëruese, unë me Vangun e ndaj shumë këtë, është që ne sot kemi një thatësirë, nuk po them shkretirë kulturore, gjë që nuk është e denjë për Sarandën, nuk është e denjë për këtë qytet, që këtu të ketë shumë jo thjesht ndërtim, po shumë muhabete, biznesi njëra tjetra, ndërkohë që jeta kulturore ka kaluar pak në periferi. Dhe unë do doja për shembull që Vangon ta shikoja shumë aktive dhe në skenë. Ne gjithë e dim dhe e qajmë me lot faktin që ne nuk kemi një skenë të mirë fillë sot. Unë shpresoj që, duke qenë se jam dhe antar i Këshillit Bashkiak dhe ne kemi diskutuar dhe unë kam qenë shumë yshtë si kryetarit me fjalë për që ta rikthem skenën shpejt e shpejt, sepse kemi këto kapacitete që duam t'i shijojmë sërish. Kemi Vangon, kemi Flamurin, kemi tjerë, nuk ka rëndësi mosha, ata du t'jenë skenë. Mua më pëlqen fakti Vango dhe jam i privilegjuar sepse kur takoj me Vangon, ajo biseda rutinore, ç'kemi si kalon, nuk kalon pa një lajm. Unë jam ndër të parë që marr lajmin që Vango po punon me një libër dhe e pres me shumë dëshirë që të delë libri. Kështu që unë do doja Vango sërish të shikoja në skenë, nga pikpamja artistike, për shembull, unë e njoh mirë kineman dhe mirë po fatet e artistit gjithmonë janë paradoksale. Unë do ta shikoja Vangon shumë më të pranishëm në filmat shqiptar, sidomos për shembull roli i burrit të lënduar në Sedër, nga dilemat morale të së shoqës, sa është ai rol 5 minuta, sa shkon Vango, haj shkon. Po është shumë i bukur, unë e shijoj atë, e shijoj sigurisht edhe nga fakti që unë kam afeksione njerëzore, sepse të kam mik, kështu që e shikoj edhe mi sy tjetër. Mos ju mërzis edhe mos ju marrë shumë kohë. Unë të uroj, Vango, që Zoti të t'i jap mendje të freskët, shpirt të gjallë, dinamik fizike, pasion edhe shumë, si më thënë, motivim të brendshëm dhe inspirim që të nxjerrësh edhe libra të tjerë, të cilët janë një thesar i vyer i memoaristikës të qytetit, që brezat që do të vinë do ta kenë këtu si një lloj Ciceroni për të kuptuar kohrat që ne kemi jetuar dhe për ta lezuar Sarandën e viteve, se si ka qenë ky qytet. Kështu që ti ke bërë një shërbim të jashtëzakonshëm këtij qyteti. Ky libër duhet jetë edhe duhet prezantohet njëkohësisht edhe në gjimnaz, me nxënësit aktual t'ju thuhet që urdhroni, ta keni si inspirim, ja kush kanë qenë këto klasa, këto banga, ku ju sot mësoni, urdhroni se brezat e tjerë se çfarë kanë nxjerrë që këtu. Edhe njerë, urime
Edhe paqim sa më tepër takime të tilla. Unë më fal, edhe diçka tjetër, sepse ja shton nurin këtij libri, kopertina e njeriut që na ka mundësuar të vetmin oaz në këtë thatësirë kulturore, Lefter, Çeko, mbetet njeri shumë i nderuar, shumë i respektuar, për cilat unë gjithmonë, për cilin nuk kam fjalë vlerësuese për t'i dhënë atë që meriton ai, sepse vërtet është një leksion për të gjithë ne këtu që me pasion mundet të bëjmë diçka për të ndier shijen e kulturës në këtë qytet. Ju faleminderit edhe një herë gjithëve. Ta shiftoj dhe atë që na mblodhi sot këto. Vangelin, hajde të bëj një urim. Urdo mira. Jo këtu të kuja. Përshëndetje të gjithëve. Vangeli është nostalgji, mall, kujtime, shumë mbresa nga ky insekt që pam nga ky libër. Po unë do të besoja se si mësuese që kam qenë pranë këtyre nxënësve në atë kohë, unë i kam njohur karakteret e tyre deri në detaje, sepse jeta artistike të bënte që mbas marrimit të shkollës të bëje provat, dhe nuk ishte atëherë që nxënësi ikte nga mësimi do bënte provat, edhe të nesërmen nuk do pyetesh mësim. Bile përfundazi të nesërmen do pyetej e do merrte notën që meritonte. Dhe unë ju them me garanci të plotë, kam Xhoxhin këtu po binele më thot ai, që këta që pat në ekrane ishin nxënës të shkëlqyer, ishin nxënës të 8-9 vjetës. Në vitin 2 kam një episod, Liza Gjuvani vët një rolin e nënës. Liza që 15-16 vjeçe, në një teatr rolin e nënës, në një shami të zezë. Kur ka thënë ajo fjalën nën në atë, unë gjetë gjithë salla, gjithë kinoteatri. Se atëre Çpaqja shikojnë, mushe plot kinoteatri për Çpaqjen. Kur vjen në mësim, se që këshema një tep në provim, ti Liza Gjuvani i thashun, mos mëson më fare, i thash. Ti do vesh për aktore, i thashun, dhe unë do të të shoh aktore, i thashun, dhe në fizike vjetin. Me thënë, ishin me gjithmonë, nxënës këtë përmën, me përjashtim të Josifa Pagjonit që e kam bashkë shok, të tjerë potoj se i ka datur të gjithë nxënës dhe ishin njëri me i mirë të tjetëri. Dhe njërë të uroj nga zëmra si mësusja jote me shumë dashuri, suksese, po kedhe një detyrë të ka ngellur për gjysmë puna. Se ky Hasan Tassini me këtë teatrin Diabeti, që është me gjithmonë ka shumë bresa, ka patur shumë të zhvilluar dhe veprimtarinë artistike koncertet, që nga Thoma Gjoni edhe deri tek janë përmendur në libër, janë përmendur të gjitha. Jo, e kanë fjalën të dalin dhe kjo, nuk e di kjo se ka dalë, se basta Jo, se kam lexuar. e kanë në libër. Është në libër. Janë të gjitha, që nga konkurset nga të tëra, Atëre më fal. që nga mbrëmjet poetike me radhë. Pjesët dramatike që janë. Janë dhe artistike. Komplet. Janë dhe jetë artistike. Atëre për mua ky është një thesar që duket sikur është i vogël, por që njerëzit me zemër, njerëzit e butë kanë nevojë për gjëra të tilla. Ju shumë faleminderit që më ftuat në takim. Prefektja zënja Bebi Salluqi ka dëshirë të thotë diçka përpara Vangelit. Vangelit të japim shqiptin mbylljes. Mirëmbrëma të gjithëve. Profesor Xhoxhi, shumë faleminderit. Në fakt, unë prej 2 ditësh ndodhem në Sarandë, duke zhvilluar takime institucionale, qoftë në Sarandë, por edhe në Bashkinë Delvin gjatë ditës së sotme. Dhe në mbrëmje ditën e djeshme, rastisht janë takuar me profesor Xhoxhin, i cili më bëri një ftesë për të ulur së bashku edhe me Vangelin, duke më dhuruar librin që ju keni sot në duar, të cilin unë nuk kam mundur që ta shikoj për shkak të angazhimit, kërkoj ndjes, por pa diskutim që do ta lexoj dhe do të komunikojmë së bashku edhe për përshtypjet. Dhe ditën e mbrëmshme profesor Xhoxhi me insistim më tha që unë duhet patjetër të shikoja muzeun sot në gjimnazin Hasan Tassini. Sot ishte planifikuar do kthehesha në Vlorë pas 2 ditëve, por realisht nga ftesa e profesor Xhoxhit, një orë përpara sa të mblidheshim këtu, kam shkuar dhe kam parë muzeun, i cili më ka lënë shumë bresa.
më ka lënë breza të jashtëzakonshme për kujdesin e jashtëzakonshëm në mbledhjen e gjitha materialeve, vëmendjen e jashtëzakonshme që profesori dhe gjitha ata të cilët kanë punuar për të krijuar atë muze dhe një histori të madhe të këtij gjimnazi. Më parë, është e kohë që të them që nuk e njihja Sarandën, ashtu sikurse kjo punë dhe detyra e prefektes po mbështa një nga afër. Dhe në këto pak muaj kam arritur të kuptoj dhe pa diskutim që në këtë mbrëmje të sotme jam informuar shumë rreth kontributit, rreth atyre se çfarë arti, kultura dhe gjithçka tjetër është zhvilluar në qytetin e Sarandës dhe emrat e mëdhenj që kanë dalë nga qyteti i Sarandës. Dhe më pas, pasi ka folur profesor Gjorgjin, jam prezantuar edhe me Evangelin dhe më bëri ftesën për librin, për promovimin e librit ditën e sotme. Me të dyja këto ftesa, pa diskutim që unë nuk mund të largohesha për në Vlorë dhe me shumë kënaqësi kam të njërë sot për qenë pjesë qoftë përpara muzeun, por edhe në librin tuaj. Dhe pak më parë, zotëria përmendi dhe tha që botimi i një libri kërkon shumë sakrifica dhe kërkon shumë mund. Unë e di shumë mirë se çdo të thotë, sepse bashkëshorti im është botues në Vlorë dhe botues prej disa librave dhe në fusha nga më të ndryshmet, dhe e di shumë mirë se çfarë pune voluminoze është dhe çfarë sakrifica është jashtëzakonshme kërkon që të botosh një libër. Qoftë puna, por edhe shpenzimet të cilat kërkohen, sepse e dim gjithë çfarë shpenzimi është nga ana monetare për të konkluduar dhe për të arritur për të bërë një libër. Kështu që unë e kuptoj shumë mirë sakrificën në të cilën ju e është dashur që të punoni dhe model për detyrë si përfaqësues i institucionit të prefektit, njëherë është duke bërë thirrje edhe bashkisë së Sarandës që të kërkojmë, të insistojmë dhe të japim zë atyre veprave, botimeve dhe patjetër për të çuar më përpara artin, kulturën, sportin dhe gjithë dimensionin e kulturës në qytetin e Sarandës. Na del për detyrë ne që jemi përfaqësues të shtetit, bashkisë së Sarandës, që të jemi mbështetës, promotor dhe për ta përcjellë edhe në brezat e rinj atë se çfarë është bërë në gjithë këto vite dhe të kemi gjithnjë më tepër pse jo talentet jashtëzakonshme ashtu sikurse Saranda ka nxjerr në gjithë këto breza. Unë i falenderoj jashtëzakonisht shumë që më bë pjesë të këtij aktiviteti dhe shumë suksese, jetë dhe shëndet profesor Gjorgjit dhe shumë suksese në gjendje dhe në tej. Shumë faleminderit. Nuk do zjarë, është kënaqësi për mua që të kem të pranishëm shok, miq, koleg, dyshim nxënës, bashkënxënës, punojës të arsimit, mësuesit e mi, Gjorgjin, Mira dhe kryus, Sarandiot, është kënaqësi e madhe. Dhe ju falenderoj në zemër për pranim tuaj event. Libri Antiku Shëndia e Artit Skenik, bëri streh, për mua nuk është thjesht një botim. Është një kujtesë, është një dëshmi, është një borxh mirënjohje ndaj një periudhe, ndaj një institucioni dhe ndaj një brezi që besoj se arti mund të lidh kudo ku ka pasion. Gjimnazia Santa Asini, ne gjithë dim që është një gjimnaz i njohur në rang kombëtar për nivelin dhe rezultatet e larta në fushën e arsimit, por është shumë pak e dim që gjimnazia Santa Asini është edhe një vatër kulturë. Në skenën e tij hodhen hapat e parë shumë të rinj që më vonë bën emra të njohur të artit shqiptar, ku disa prej tyre ju i ndoqët edhe nëpërmjet insertit. Po kaq sa këta janë edhe të tjerë që në patën kohë nuk mund t'i evidentonin të gjithë, edhe për arsye kohe, por edhe sepse ata janë edhe në hapat e para të tyre, karrierës së tyre, dhe besojnë në një moment tjetër mund të kemi edhe rastin edhe për ta. E kisha më të lehtë për këta që janë pothuajse bashkëmoshatarët e mi, ose pak më të vegjël, që ti evidentoja. Pra, janë, e tha profesor Gjorgji, janë 17, nuk është pak në një shkollë, në një qytet të vogël si Saranda, dalin 17 aktorë dhe regjizorë që kanë mbaruar Akademinë e Arteve. Por po kaq ishtë nxënës të talentuar që kanë marrë pjesë në këto aktivitete, dhe më tepër, që mund të veni në këtë shkollë dhe të fitonin në konkurs. Pa dyshim. Pra, janë shumë talentet që kjo shkollë ka pasur. Dhe ne, duke qenë jo thjesht në pozicionin e një ish nxënësi, po dhe kur erdha si aktor, si regjizor, më çdo rast që të punoj me këto talent dhe të ndihmoj këta që të bëjnë shkollë. Duke filluar që nga Luiza, që nga Laerti, që nga Zefi. Domethënë të gjithë këta janë ndihmuar nga unë, nga Josifi, nga Karafili,
nga Anastasnika të gjithë këta talente që kanë vajtur, nuk kanë vajtur, kanë patur talente, nuk diskutohet, por janë ndihmuar, kanë pas mentorët e tyre, secili nga ata. Albanon e morën një vit pothuajse në trupin e estradës profesioniste, pastaj vajti shkollë. Pra të gjithë këta janë ndihmuar. Kuptohet, janë ndihmuar duke parë se ata kishin talent. Edhe kanë vajtur dhe kanë fituar dhe sot janë emra të njohur. Pra, ky libër do ta nënvizoja këtë, nuk flet vetëm për emra, ai flet për fillimet, për emocionet e daljes së parë në skenë, për duartrokitet e para, për atë kontribut që kjo shkollë ka dhënë në gjallërimin e jetës kulturore, jo vetëm të shkollës, por edhe të qytetit. Sepse duke shërbyer si një fidanishte që furnizonte institucionet kulturore të qytetit. Talentet e kësaj shkolle ishin prezent në shfaqjet e estradës, në shfaqjet e teatrit, në shfaqjet e teatrit të kukullave, në shfaqjet e qendrës kulturore, shtëpisë kulturës, që ishte atëre, aktivitetet ndryshme, mbrëmje tematike, koncerte, festivale. Nuk mund të mendohej që kishte aktivitetet e kësaj natyre dhe mos ishin prezent nxënësit e gjimnazit, talentet e nxënësit e gjimnazit. Pra, kështu që unë ndjeva për detyrë morale ta dokumentoja këtë histori, sepse arti që nuk shkruhet rrezikon të harrohet. Dhe unë nuk doja që kjo shkëndi të mbiste në heshtje. Do të falenderoj këtu të gjithë ata që më ndihmuan, dhe nuk jam pak me materiale, kujtime, fotografi, e tha profesor Gjorgji këtë, mbështetje morale, sepse ishte shumë e vështirë. Unë kisha një eksperiencë me historikun e estradës Sarandës, por e kishte, ndonësa ishte libër më i plot, 400 faqe, por duke punuar 40 vjet atje kisha më të lehtë për ta evidentuar. Kurse këtu ishte më e vështirë. Më është dashur që të komunikoj në Kanada. Persona që kishin luajtur, mendo, para 50 vjetësh, 40 vjetësh, 30 vjetësh, të marrë informacion se ku kanë luajtur. Dikush mbante mend titullin e dramës, po nuk mbante mend emrin e personazhit. Nuk mbante mend se me kë kishte luajtur, ose mbante mend se me kë kishte luajtur. Pra ishte ishte vështirë. Por unë këtu do të veçoj profesor Gjorgji, i cili e tha, që s'duhet të përsëris, që më qëndroj, ai më nxiti me ta bërë. Se fillimisht e nisëm kështu. Edhe më ndihmoi gjatë gjithë këtij rrugtimi në mënyrë që ta pasqyrojmë gjithë aktivitetin artistik të shkollës në mënyrë kronologjike, por jo vetëm këtë kronologjikisht, por edhe libri ka dhe një, them se ka dhe një vlerë studimore, se krahas anës kronologjike ka dhe këtë, anën tjetër. Kështu që, për mos e zgjatur më tepër, dua t'i falenderoj, thash në vërtet veçantë profesor Gjorgjin, dhe të gjithë, sidomos ata të cilët bën të mundur botimin e librit. E ata janë miqtë e mi. Është doktori dhe deputeti Vasil Llaja, është Demosten prap biznesmeni Demosten Papa dhe kolegu dhe miku im i ngushtë aktor Flamur Ruçi. Ata ndihmuan që libri të bëj konkret, të botoj, por edhe organizimin e këtij eventi. Njëkohësisht, duhet falenderoj kolegun dhe mikun tim për 40 vjet, piktorin dhe skenografin Lefter Çeko, sepse siç e pata ai ka bërë një anë figurative të librit e ka sajuar kaq bukur sa që ka bërë përshtypje dhe aty në Vlorë që është botuar. Do falenderoj njëkohësisht Lad Kodhelin për ndihmën që më ka dhënë duke më plotësuar atë albumin e fotove që kishte nevojshëm libri. Do të falenderoj Studio Balani, Arianitin, që bëri të mundur realizimin e këtij inserti. Do falenderoj Gensin, pronarin e këtij hoteli, edhe personelin, dhe do veçoja Olin këtu, sepse u treguaj pa përtuar për ta përgatitur gjithë këtë. Dhe në fund fare, shtëpi botuese Triptik. Me të vërtet ka bërë një punë të jashtëzakonshme, një punë që librin në dorë edhe kur e merr, domethënë ka një vlerë. Jo më pastaj, po ta lezosh. Dhe do përfundoj me këtë që, për mendimin tim, libri është për brezat që ishin. Them se është edhe për brezat që janë. Dhe të gjitha do të jetë edhe për ata që do të vinë. Sepse ndoshta diku në një ambient shkolle, po ndizet një shkëndijë përsëri. Faleminderit, Krismari. Vangjeli, shumë faleminderit. Të urojmë gjithë të mirat. Vangjeli ka përgatitur këtu një koktejl dhe do ta nderoni duke qenë atje dhe mund të shkëmbeni edhe mendime të tjera. Ka diskutime të lira apo
Po do të bëm, do të flasësh fol. Them dy fjalë. Po. Dy fjalë, nuk zgjatem shumë. Në ratë parë do falenderoj çiftin simpatik, Gjorgj Vasili dhe Angelin, për këtë kënaqësi që na prunë dhe na i prezantuan këtu. Është herë e dytë që marrim pjesë në këto evente të bukura, të cilat prezantojnë një epokë të shkëlqyer të asaj periudhe të monizmit, ku vlerat artistike dhe njerëzore ishin në pallogaritshme. Fakti që nëse ballafaqojmë sot me këto kushte të cilat ne operojmë, është si nata me ditën. Falenderoj Evangelin që për bashkëpunimin e ngushtë që patëm bashkë, isha i bindur në suksesin e padiskutueshëm të këtij libri, sepse kisha parasysh suksesin e librit për estradën. Të drejtën nuk e kam lexuar, s'u ka akoma në dorë, po për ato që më kërkove ndihmë të falenderoj. Pse? Sepse ju prezantuat në këtë libër dhe patjetër që e keni një nga aktivitetet e shkëlqyera të gjimnazit. Do të thënë që ato aktivitete të teatrove, sidomos që juve evidentoni dhe amplifikoni kaq shumë, ishin pjesë e atij sistemi. Unë kam qenë vetë drejtuesi aktivitete kulturore, artistike në atë sistem, të shkollave të mesme. Dhe kam qenë kur kemi konkuruar tu me estradat e Sarandës, apo ne bënim zakonisht estradë, juve bëni të teatr, edhe fatkeqësisht na i minit gjithmonë të pa. Fakti është që kishit edhe është ato temë realitetin, ajo që është kohët ndryshuan epoka, ndryshuan sistemet, ndryshuai dhe qasja. Aktivitetet kulturore artistike të cilat unë i kam bërë në gjimnazin Asandasini, ku kam qenë mësues për shumë vite në atë gjimnaz, ishin në një drejtim tjetër, në një aspekt tjetër. Ishin më masive, mund të them këtë, që nga viti 2000 deri në 2010, për 10 vjet ne kemi realizuar një aktivitet masiv që quhet enciklopedi. Realizuar në 5 të premtërjesht, në një periudhë ku jeta artistike ishte e vdekur në Sarandë, në muajt mars prik. Me një për llogaritje që unë kam bënë, gjatë këtyre 10 vjetë, mbi 25.000 spektatori kemi patur në... Ja pasqyruar libër gjitha këto. Përveç ato shifra që kam dhënë, po për auditore. Përveç kësaj, çdo vit që ne bënim ato, për 5 javë, kishte mbi 2500 spektator dhe mbi 200 nxënës që merrnin pjesë, duke lëvëruar gjinit të ndryshme, përveç aktrimit edhe sfilata, po këngëtarë, edhe tjera, enciklopedi të njëshme. Unë do thoshja këtë, nuk e di kush e tha, Banjel ju e tha, në fund fare, tha që ky libër vërtet në duar të kujt do të bjerë, dhe çfarë mesazhi për të sjellë ky libër. Unë mendoj që ky libër do të ketë mesazhe shumë të fuqishme për brezat dhe për arsimin sot në shkollë. Politikat kulturore të këtij sistemi edhe të këtyre që po drejtojnë nuk janë ato që duhet jenë. Fakti që Sarandën e ka lënë në një boshllëk kulturor është mungesa e asaj salle që bashkë me Evangelin kemi realizuar me 10 emisione, lajme, të themun e të tjera. Mbase futet në rrugën e mbarë, nuk e di. Ambjentet kulturuara të bëjnë të mundur që të kesh dhe një sjellje të kulturuar. Patjetër që edhe ai ambjenti kulturuar që nëse do të bëhet ajo, do të zhvilloj patjetër dhe jetën kulturore artistike edhe në shkollat e mesme. Dalja e këtyre telefonave ka qenë fatkeqësi e madhe në një aspekt. Kanë humbur video. Unë kam bë mbi 150 orë filmime nga gjimnazi, po janë video, fotografi. Kurse sot, drejtoreshe dashur, nuk e di se si operoni ju me këto aktivitete kulturore artistike, ne na kemi lënë jashtë palanin e mua dhe tjere. Jo juve, jo s'ke vajte, jo s'ke vajte. Kam pajt edhe ata drejtues që shndruan atë shkollë në Burg, edhe nuk lejonin as të filmoj, as të bëj. Dhe ne para 6 ditësh kemi qenë konkurues në Tiranë,
Po ka paraqytet ne kemi qenë sa herë është organizuar ky aktiviteti, ne kemi marrë çmim të dytë. Kemi qenë në vazhdimsi. Tani, Ju falenderoj, më falni. S'ka gjë. Java një çiko. Do t'ju bëj një lajmërim të dy librat. Qoftë ky për artin, qoftë ai Nea Santasinasit, me Valentin e Ri, mund t'i gjeni te kanceleri Infinitit e ish kultura e vjetër atje ku është kafe Saranda. Kush të dëshiroj, mund vejt i marri atje. Tashi në koktej.